Lëndrimi e kritikon hapur Claudine gjatë një bisede të tensionuar dhe i flet pa doreza për situatën me Elionën. Ai i thotë se, sipas tij, Eliona po përpiqet qartë ta përdor Claudine për interesat e saj në lojë dhe jo sepse ka ndjenja të vërteta. Lëndrimi shprehet se sjellja e saj është e llogaritur dhe se ajo di shumë mirë si të afrohet kur i leverdis dhe si të tërhiqet kur nuk i shkon për shtat. Sipas lëndrimit, Eliona nuk është e sinqert me Claudine dhe po e mban pranë vetëm për strategji, për mbështetje dhe për të krijuar histori brenda shtëpisë. Ai i thot Claudit se nuk sheh asnjë shenjë dashurie apo pëlqimi real nga ana e Elionës, por vetëm veprime që duken si pjesë e një loje të ftohtë dhe të menduar mirë. Lëndrimi thekson se Claudi po rrezikon të lëndohet emocionalisht sepse po beson në diçka që, sipas tij, nuk ekziston. Ai e paralajmëron Claudin që të hapë sytë dhe të mos mashtrohet nga fjalët apo afrimet e përkohshme të Elionës. Lëndrimi i thotë se Eliona po luan rolin e vajzës së interesuar vetëm për të marrë vëmendje dhe për të qëndruar në qendër të vëmendjes, ndërsa ndjenjat e Claudit mund të jenë të vërteta. Në fund, kritika e lëndrimit tingëllon si një këshill e ashpër, duke i thënë Claudit të mendojë mirë dhe të mos lejojë që dikush ta përdorë si pjesë të lojës së vet.